remain forever. Pra, gjithashtu, unë dua të them që mbetem dhe do të mbetem përgjithmonë mik i shqiptarëve. Kjo është koha e përvjetorëve. 75 vjetori e Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, 35 vjetori Komisionit të Venecias, i cili u festuan në Venecia vetëm një javë më parë, 30 vjetori Shqipërisë si antare e Këshillit të Evropës dhe Komisioni Venecias, dhe nëse nuk gaboj, 34 vjet bashkëpunim midis Komisionit të Venecias dhe Shqipërisë, sepse bashkëpunimi ynë ka filluar edhe përpara antarësimit tuaj në Këshillin e Evropës dhe në Komisionin e Venecias. Në fakt, fjalimi im do të ishte pak a shumë personal, bazuar edhe të kujtimet që kam në vendin tuaj. Në fakt, dhe në të vërtetë unë isha antar i parë i stafit të Këshillit të Evropës që erdha në Shqipëri në shtator të vitit 1991. Unë kam lindur në Bari në vitin 1944, 2 vjet përpara shpalljes së Republikës në vendin tuaj. Kur isha i ri, Shqipëria ishte për mua një vend misterios. Vetëm disa qindra kilometra nga vendlindja ime dhe vetëm 80 kilometra nga Otranto, nga ku ju mund të shikoni edhe Bregdetin e bukur shqiptar. Kështu që të shkelësh tokën e vendit tuaj ishte një zbulim i vërtet. Kam ende një kujtim të gjallë të rrugës që kam bërë atëre midis aeroportit dhe Tiranës me bunkerët e saj të panumërt. Ishin vetëm 2 hotele të vetme në Tiranë, Hoteli Dajti dhe Hotel Tirana që ekzistonin atë kohë. Të tregut në sheshin Skënderbej, ku kishte vetëm disa shitësh patatesh, qepësh, të dritarëve të thyera, të varfërisë ekstreme për shkak të braktisjes së ekonomisë së planifikuar. Situata dhe gjendja e rrugëve. Autoritetet e asaj kohe kishin organizuar një vizitë në Berat. Udhëtimi me makinë zgjati 3 orë, ndërsa tashmë mendoj se 1 orë 20 minuta është mjaftueshme. Dhe shpesh kaluam në atë kohë në një rrugë të pakalueshme, plot me rënoja makinash anash. Në Berat ishte një adoleshent që fliste italisht, frëngjisht dhe anglisht dhe ai propozoi veten si të shërbente si udhërrëfyes. Në fund të vizitës ne donim ta shpërblenim atë ta paguanin, por ai na refuzoi parat me dinjitet dhe kërkoi vetëm stilolapsa. Pas kësaj vizite të parë, unë u ktheva pothuajse çdo vit në Shqipëri dhe mund të vëzhgoja dhe të shihja përparimin e jashtëzakonshëm që keni arritur përgjatë viteve. Mund të thuhet shumë për këto më shumë se 3 dekada bashkëpunimi. Shqipëria është në fakt një nga klientët tanë më të mirë të Komisionit të Venecias. Unë mendoj se nuk ka pasur asnjë vit pa bashkëpunim. Përveç opinioneve, ky bashkëpunim përshiu një sërngjarje të aktivitetesh, si konferenca dhe seminare të nivelit të lartë, ashtu ajo që organizon këto ditë. Më lejoni të filloj me disa kujtime të viteve të para të Komisionit përpara se të vijë sfidat e paraqitura. Bashkëpunimi i Komisionit të Venecias me Shqipërinë zakonisht përfshin aspekte të ndryshme të së drejtës kushtetuese, ashtu si trajtohet nga Komisioni i Venecias, dhe këto janë drejtësia e zakonshme, drejtësia kushtetuese e të tjera, drejtësia ligjëzor e të tjera. Dhe këto janë ato tema të cilat do të trajtohen gjatë kësaj konference, e cila është një ngjarje dhe një aktivitet gjithëpërfshirës për të drejtën kushtetuese. Komisioni i Venecias filloi punën me Kuvendin e Shqipërisë dhe kryetarin e tij, Kasrot Islami, në vjeshtën e vitit 91 për një projekt të parë të kushtetutës. Ky ishte një nga ato proceset kushtetuese në të cilin Komisioni i Venecias ishte shumë i përfshirë. Ishte një nga më të gjatat dhe më duhet them se u trajtua tërësisht. Projekti i parë i kushtetutës u refuzua në referendum në nëntor të 1994, duke bërë të nevojshme që puna të kthehej përsëri në rrugën e duhur. Më kujtohen mirë diskutimet e pafundme me Arben Imami dhe ishim shumë krenar që kishte qenë edhe aktor shumë i njohur dhe zotin Sabri Godo, si edhe krenar në Loçi, një mik shumë i mirë i imi dhe Kristaj Shtraja. Kjo çoi në opinionin e parë të Komisionit të Venecias për Shqipërinë në 1995 me ligjin për organizimin e gjyqësorit dhe ky ishte kapitulli 6 i projektit kushtetutës. Komisioni i Venecias gjithashtu u përfshi edhe në fillim të viteve 90 në një program specifik bashkëpunimi task force në Shqipëri.
Antarët e stafit të Këshillit të Evropës qëndruan në Shqipëri për të ofruar ndihmë të vazhdueshme për autoritetet shqiptare. Ishte sfiduese jo vetëm në thelbin në përmbajtjen e vet, por edhe në aspektin logjistik, pasi ekzistonte një botë e madhe ndryshimesh midis akomodimit të transportit asaj kohe dhe asaj të sotme. Dhe përfundimisht, dhe pavarësisht të gjitha vështirësive, në veçantë kolapsi i sistemit bankar për shkak të skemave piramidale në vitin 97, bashkëpunimi midis Komisionit Venecias dhe autoriteteve shqiptare çoi në miratimin e kushtetutës në fund të vitit 98, një kushtetutë e cila është ende në fuqi pa ndryshime themelore. Pra, puna jon rezultoi të ishte e frutshme dhe çoi në miratimin e një ligji themelor të qëndrueshëm. Sipas kufizimit, ligji themelor shndron në bazë të shtetit dhe nëse bazat janë të paqëndrueshme, e gjithë ndërtesa është gjithashtu e paqëndrueshme. Unë vot tekstin tek stabiliteti i ligjit, sepse është një element qendror i parimit të sigurisë juridike, një nga elementët thelbësor të sundimit të ligjit. Kjo është veçanërisht e vërtetë në një nga tre fushat që trajtohen edhe në këtë konferencë: zgjedhjet ose më saktë ligji zgjedhor. Ligji zgjedhor, kodhi elektoral, ka qenë objekt të bashkëpunimit midis Komisionit të Venecias dhe Shqipërisë për më shumë se sa 3 dekada. Është bërë vendimtar veçanërisht në krizën e vitit 97. Diskutimi mbi sistemin zgjedhor ishte çelësi dhe shumë kryesore për të dalë nga kriza. Në vitet e ardhshme ne zhvilluam diskutime me palët e ndryshme për të gjetur një zgjedhje të përhershme. Dhe që atëherë ne ndërhyjm dhe dham ndihmë për një numër reforme zgjedhore dhe do të thoja për shumë të tilla. Ne nuk duhet ta harrojmë se ashtu si për kushtetutën, këtu kemi të bëjmë me rregullat e lojës. Dhe rregullat e lojës nuk duhet të ndryshohen në bazë të interesave të lojtarëve apo të disa prej tyre. Nëse parashikohen ndryshime, ato duhet të përqendrohen në zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga organizatat ndërkombëtare. Dhe këtu do doja të përmendja ato që edhe kryetari tha në lidhje me komisionin e ri ndërparlamentar, që do të shqyrtoj këtë çështje, këtë temë në bashkëpunim me Komisionin e Venecias dhe ne jemi në dispozicionin tuaj. Tema e dytë dhe tema e tretë janë drejtësia e zakonshme dhe drejtësia kushtetuese. Ashtu si për të kodin zgjedhor, ne kemi filluar të punojmë në këto fusha, të cilat janë thelbësore për konstitucionalizmin dhe shtetin e së drejtës, edhe para se të miratojë kushtetuta. Komisioni i Venecias miratoi opinionet e tij të para në këtë fushë edhe më parë se sa për zgjedhjet. Ato datojnë që në 1 vjeçarin e fundit. Siç u tha tashmë, ne kishim adresuar në vitin 95 projekt ndryshimet në kushtetutë në lidhje me organizimin gjyqësor. Dhe pastaj vazhduam me legjislacionin për Këshillin e Drejtësisë, për gjykatën e lartë dhe në të njëjtin vit në 99-ën për gjykatën kushtetuese. Unë kam numëruar 7 përmbledhje amicus curiae të Komisionit Venecias për gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Kjo është e jashtëzakonshme dhe nënvezon cilësinë e bashkëpunimit tonë. Duke ardhur tek çështjet e fundit, nuk mund të ri pa nënvizuar punën e rëndësishme që po bëhet në ligjin për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra i ashtu quajturi ligji vettingut. Ky është një shembull tjetër i bashkëpunimit në fushën e gjyqësorit dhe njëkohësisht së bashku me gjykatën kushtetuese, pasi Komisioni i Venecias dha një përmbledhje amicus curiae me kërkesë të gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Në punën e tij për rishikimin e listës së kontrollit të sundimit të ligjit, Komisioni i Venecias tani po trajton rivendosjen dhe konsolidimin e sundimit të ligjit. Ndërsa në një kontekst të ndryshëm nga ndërhyrja e pushtetit politik në gjyqësor dhe mënyra për ta korrigjuar atë, puna jonë për ligjin e vettingut mund të konsiderohet si një nga reflektimet e para për rivendosjen e shtetit të së drejtës. Pyetja kryesore dhe çështja kryesore është se si t'i japim fund një situate e cila bie ndesh me sundimin e ligjit, por duke respektuar këtë të fundit. Zoti kryetar, zonja dhe zotrinj, siç mund ta shihni, bashkëpunimi midis Komisionit të Venecias dhe Shqipërisë është shumë i pasur dhe ai trajton shtyllat e një demokracie të shëndetshme. Ai synon të sigurojë zbatimin e 3 parimeve kryesore të Këshillit të Evropës: demokracia, të drejtat e njerëzit dhe sundimi i ligjit. Shumë gjëra janë arritur deri tani, por ne nuk duhet të qëndrojmë dhe duhet të vazhdojmë të sigurojmë gjithmonë një përputhje gjithnjë më të mirë të legjislacionit dhe praktikës shqiptare me këto parime. Kjo është edhe më e rëndësishme në këtë periudhë
të prapambetjes demokratike në mbar botën. Shqipëria, zonja dhe zotrin, Shqipëria mund dhe duhet të përparojë për të mirën e popullit të saj dhe për një integrim të plot në Bashkimin Evropian dhe në familjen evropiane. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.